إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Herën e kaluar I kemi mësu shkronjat, I kemi mësu germat, tingujt, dhe kemi thonë se të gjitha janë bashk tingullore. Na e dim se edhe në gjuhën shqipe shkronjat, germat ndahen në bashk tingullore dhe në zanore bashk tingullore, si për shembull b, c, d, t, f e kështu me radhë, ndërsa zanoret apo vokalet a, i, u, e kështu me radhë. Tash në gjuhën arabe I kemi vetëm 3 zanore. E kemi a, i, u. Ndërsa këtu nuk kanë germ të veçantë, por se shkruhen në formë të shenjave. Shenjat të cilat po I shihni këtu, që konsiderohen apo në gjuhën arabe quhen haraka, lëvizje. E në gjuhën arabe, domethënë, kemi 3. Kjo shenja këtu që po e shihni është një vi e pjert, e drejt, kur të vendoset mbi, shikoni këtu poshtë, kjo simbolizon harfin apo german, vjen mbi germ, atëre ajo e merr shkronjën e, jo bash e, po si e, është pak, ka një farë dallim mes e-s edhe a-s. E kjo quhet fetha, në gjuhën arabe quhet fetha. Prandaj edhe keni më dëgjuar edhe më shpesh fjalën fetha, këto zanoret qysh shqiptohen në gjuhën arabe, qysh quhen në gjuhën arabe, kam me cek edhe më tutje me lenë Allahut Azza wa Jall. Kjo quhet kesra. Kesra është i, kur vendoset ndër germ, atëre e merr tingullin i, zanoria i, simbolizon zanorën i. Kjo shenja këtu, një farë si ngjajshëm me nënd pak ma I lakum, dhe që vendoset mbi germ, kjo simbolizon shkronjën apo zanorën u. Këto janë zanoret e shkurtra. Arabët bojnë dallim mes zanorëve të shkurtra dhe zanorëve të gjata. Po hym tash tek shembujt praktik me lejen e Allahut Azza wa Jall, I mësum germat, elif, be, te, the, gjim, he, kha, del, e kështu me radhë, tash në kombinim me zanoret e shkurtra, që janë haraketet që I cekëm, fetha, domme, kesra, e, I, u. Domme, në formën e zakonshme, normal duhet jenë mbi germën, e jo anash, pak, si që e po e shifni këto. Përsërit e pas meje, Esmeralda. E, I, u. Shkronja B, me fetha, kur që në hapur, nalt, e merë formën B. B. Me damën, bu, kur që janë. Bu. Edhe kesra, si që tam shkruhet ndër germën, bi. Bi. Te, ti, tu. Te, ti, tu. The, thi, thu. The, thi. Mos e zgjat shumë. The, thi, thu. The, thi, thu. Sepse nëse e zgjat, atëre merr elif. Gje, gji, gju. Gje, gji, gju. Edhe ju përsërit në këtë. Dhe shpresoj të kuptoni se këtë që po e shpjegojmë. Shkronjat, kur t'i kenë zanoret, e lexojmë bashk. Tash gjimi për shembull, kjo kështu quhet shkronja, germa. Mira më kur të vjen tash në lexim, është fillimin e tingullit e merr me zanorën bashk, për shembull këtu, gjimi me fetha bëhet gje, me damme gju, me kesra gji. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. De, di, du. De, di, du. Dhe, dhi, dhu. Dhe, dhi, dhu. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Po e vreni se rajën kur po e shqiptoj me fetha apo me damme, është pak ma e rond. Se sa kur t'jen me kesra.
Me kesra është pak ma e butë, ri, është si kërgjua në shqipe e ri, ndërsa, kur t'jen me fetha, e merë pak ma rënd, dhe bot ra, ze, zi, zu, ze, zi, zu, se, si, su. se, si, su, Këto shini tash, kemi shkruajnë shin, me fetha, qyshe lexojmë? she, Me dame? shu, Pse me dame shu? Se dame është u, apo? Kur kombinohet, bëhet shu. shu, Kesra? shi, Bravo. Sa, si, su. sa, si, su, Më shkurt pak. Sa, si, su. sa, si, su, Bravo. Da, di, du. da, di, du, Tajen me fetha, qyshe lexon? ta, Vetëm me kesra? ti, Me dame? tu, Bravo. Dha, dhi, dhu. dha, dhi, dhu, Të rënd. Dha, dhi, dhu. dha, dhi, dhu, A, ai, au. a, i, u, Au. u, Me fët, do të thonë, të duhet me pas kujdes. Gha, ghi, ghu. gha, ghi, ghu, Këtu duhet me pas kujdes se kjo nuk është shkronja g, që kemi në gjuhë. Kjo i ngjan shkronjës g. I ngjan se është e përafërt, ama nuk është g. Sepse arabët nuk kanë g, po kanë ghain, g. një gërvisht, Po, çashtu. Që inshallah me lenin Allah azza xal kur ta shpjegojmë vend artikulimin e germave apo tingujve, atëherë do ta shohmë saktësisht prej ku del. Mira më tash në praktik, në shembull, ghain, kjo germa, ghain, përsërite? ghain, Po, jo me g. jo gain, Çashtu. ghain, Se ka disa për shembull që nuk mundën me thonë mirë ghain, shohin me g, gairil për shembull, ajo gabim është. Ghairil. ghairil, Po. Gha, ghi, ghu. gha, ghi, ghu, Fe, fi, fu. fe, fi, fu, Kafi, shkronja kaf. Me kesra, çu lexon? qi, Me fetha? ka, Me damme? ku, Pse këtu tha? Pse e tha ka, e nuk tha ke? sepse kjo është kë e trash, Është fort, për shkronjat e forta. Prandaj edhe këto bëhen, domethënë të e marrin a. Shqiptimin, fetha e merr a, pastaj si këto të rëndat e të fortat. Si për shembull këtu dha, parza tham, këtam dhe, dha tham, sa, da, ta, e kështu me radhë. dhe me thënë Kjo- ndryshon edhe aja, Aja pak po, ajo është, e tham se zanoria kur tjetë mbi shkronjat e buta, apo germat e buta, e me një farë e, pra ma të letë, ma të butë, se sa kur tjenë mbi germat e ronda, atëherë bot a, sigur këtu për shembull, ka, ka, ku, ku, ki, qi, ke, ke, kështë ma letë është jo, ke, ki, ku, ke, ki, ku, le, li, lu, le, li, lu, me, mi, mu, me, mi, mu, ne, ni, nu. ne, ni, nu, Shikues të nderuar, mundohuni me përcjell dhe me kuptu se çka po bojmë këto. Ta shkronjat në kombinim me zanore. Nuni, kjo është nuni, që e dini tash që një dash me mësu, atë inshallah e dini. Kombinim me fethan, ne. Kombinim me kesran, ni. Kombinim me damën, nu. ne, ni, nu, Wa, wi, wu. we, wi, wu, Bravo. Këto, do të thonë është mirë me pas kujdes mos me bo këtë v. Me pas me bo v, me lon wow. Wa, wi, wu. He, hi, hu. he, hi, hu, Je, ji, ju. je, ji, ju. Alhamdulillah. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح